përqendruar te kjo protestë qytetare që vijon në Tiranë kryesisht, por në qytete tjera të Shqipërisë dhe në qytete tjera të Europës dhe të botës, ku në numrat pa precedent shqiptarët kanë dalë gjithashtu në sheshet e botës. E nisim mirë nga kryeministri, do doja ta nisja pyetjen se protestën e flasim pastaj, po kemi 2 javë që analizojmë natyrisht. Përgjigjet dhe mënyra se si kryeministri po e ndërton qëndrimin e tij ndaj protestës, si e keni parë ju këtë, se ajo ka variuar nga fyerja e protestuesve, në njerëz të paditur edhe pa mend tek agjenturat e huaja që dihen, pastaj në disa sqarime të gjata të kryeministrit për çështjen se si është toka, kujt është toka, çfarë u bë, si u bë e kështu me radhë. Duket se kryeministri nga ana tjetër e përqendron gjithçka tek projekti i Zvërnecit, nga ku lindi protesta, dhe duket se mënjanon çdo akuzë tjetër që i bëhet nga njerëzit që janë për 2 javësh në rrugë si simboli i gjithë një korrupsioni që e ka kapur shtetin shqiptar. Po, faleminderit zoti Baruca për këtë mundësi për të shprehur këtë drejtim. Kjo është një nga protestat ndoshta më të jashtëzakonshme në kuptimin që e organizuar nga vetë njerëzit që dalin vetë aty, secili ka sjell atë brengën e vet. Patjetër që momenti ishte ajo çështja e Zvërnecit që neve pam gjithë, po tashti po të shihni juve secili ka arsyetimin e vet për dalë dhe për të mbështetur një protestë, e cila ka emëruesin e përbashkët të gjithëve dorëheqjen e Edi Ramës. Patjetër nuk ka se si t'i pëlqejë Edi Ramës kjo gjë. Dhe sillet rreth rrotull dhe gjen arsyetime, ofendime, minimizime etj. Vetëm që të mos përballet me këtë lloj akuze. Pra kur ka popullin që është derdhur në shesh dhe i thot largohu sepse nuk ke bërë asgjë këtë kohë përveç se ke pengu të ardhmen e të rinjve, ke blloku çdo lloj situate që ky vend të zhvillojë në mënyrë normale, në mënyrën ato që do të dëshironim neve, në një mënyrë perëndimore, sepse në fund fare të rinjt tan nuk është se ikin perëndim, se në perëndim e gjejnë shtruar me ar. Thjesht atje bëjnë atë jetën që do donin ta bënin këtu në Shqipëri. Pra me meritokraci, me punë, me djers, me lodhje, të arrijnë dhe të mbajnë një jetë me dinjitet, e familjet e tyre të rriten ashtu siç duhet, kanë një arsim siç duhen për fëmijët, kanë një shëndetësi siç duhet për moshat më të vjetra, të ketë një dinjitet për jetën e njeriu dhe për familjen. Këto gjëra që ata nuk i gjejnë këtu, sepse në të gjitha veprimet dhe mos veprimet, Edi Rama dhe shpura e tij, se një dorë e vogël, një grusht i vogël njerëzish pas tij dhe ai janë përgjegjës për gjithë këto vite mjerim, ai nuk mundet ta pranojë këto, e si rrëdhoi rrin dhe kapet me gjëra krejtësisht minimale, rrin dhe trillon në kokën e tij të smur, trillon agjentatura, trillon mendime ka më të ndryshme, vetëm se si ti iki një elementit vetëm që është realiteti. Pra, sajon çdo lloj gjëje vetëm të mos pranojë realitetin. E kjo ne e dim, mos pranimi i realitetit është shenja bazë e një të smuri të shtetit mendor. Në këtë aspekt tu është shumë e thjeshtë për t'u gjykuar. Nga krau tjetër duhet kuptuar një diçka që në shesh, në këtë moment në bulevard, kanë ardhur forca nga më të ndryshmet në mbështetje. Pra, nuk mund të themi dot neve që është një grupazh i vetëm apo është një forcë politike e vetme, jo, janë gjitha forcat politike. Pra, në total të gjitha shtresat dhe të gjitha forcat po kërkojmë me forcë dorëheqjen e Edi Ramës. Tashti nëse ky njeri nuk arrin të kuptojë as këtë, pastaj problemi është i rëndë për të. Por për sa përket kush është në shesh dhe kush simpatizon dhe i mbështet, qoftë nga larg, qoftë nga diaspora, ju e përmendët që protestat kanë filluar tani dhe në qytete të tjera, në të gjithë pjesa tjetër është e qartë. E keqja e këtij vendit diskutohet që është Edi Rama. Dhe kjo është kërkesa bazë së bashku, ju e dini, me largëheqjen e disa ligjeve tjera, investime strategjike, ndërtimet në zonat e mbrojtura e me radhë, unë do paketa maleve, unë do kisha shtuar në fakt edhe këtë ligjin e 10 tragjinive. Pra, që edhe ju pak më parë e mbuluat në diskutim, i cili pastaj shitet në petkun e barazisë gjinore, po më pas sjell ato situatat që ju pak më parë diskutuat pak më parë me trajtime hormonale për ndryshu gjinit e tashmë edhe në moshat deklarate e deputetit Spahia në fakt.
Fare mirë dhe kjo mund kishte qenë një nga kërkesat e sheshit, sepse është shumë i qartë humori i protestuesve dhe që ti qëndrim, po mendoj që mjafton një gjë, rrënja të keqes dorëheqja e Edi Ramës e pastaj gjitha të tjerat hecin para. Dhe kjo Shqipëri nuk bllokohet më siç është e bllokuar. Këtë realitet e kanë qartë gjithë. I vetmi njeri që mundohet ta zbrapsë këtë realitet është pikërisht i akuzuari vetë Edi Rama.